Kendall Jenner pak e ngjashme me Kylie, vetëm se fustanin e ka me mëng, mendoj, sepse ka dhe ajo një bust poshtë. Po, ishin paka shumë të inspiruar nga njëri tjetri. Statuj ishte, më duket, nuk e mbaj mend emrin e statujës ajo e Kylie, se e pash në internet. Por designers të ndryshëm, Kylie ishe Schiaparelli, kurse e Kendall vinte nga Gap. Pra, madje Gap nuk ishte në bashkëpunim me një brand tjetër, të cilën do ta gjejon për pak do ju them, është nga Zak, Posen dhe Gap. Është hera parë që Gap bën bashkëpunim me një designer haute couture. A janë të ngjashme apo gaboj unë? Janë të ngjashme, është e njëjta energji, e njëjti stil, por nëse do të pyesësh mua cili është realizuar më mirë, është Kendall. Mbas është dhe fiziku i saj, nuk e di. Lajza, si të duk? Më pëlqeu. Ishte kërcim në tajlandez ky fustan, po, më sa pash. Pra i duart janë statuja e duarve janë një kërcim tipik aziatik dhe ka zgjedhur që ta përfshi në veshje. Veshja më pëlqeu shumë. Them të vërtetën, si gjë e kam parë nga një drag queen që është nga Tajlanda, pra që ai ka bërë të gjithë këto duar, pjesën e duarve është pjesë e posterit të turneut të tij. Nuk më duhet diçka e re, absolutisht, por më duk diçka e bukur. Në diferencë me 3 vajzat e tjera nga grupi, Lisa ishte më brenda tematikës. Është e preferuar e vajzës time. Doja Cat, ha? Hajt më. Më kujton shumë Lady Gaga, me atë gjë më kujton shumë Lady Gaga prapë MTV Awards në Balmond kur erdhi si brenda vezës me atë gjën e lateksit. Bukur, por mbase për jo për këtë event. Ndoshta arti këtu mund të jetë jo. Flokët. Sigurisht jo veshja. Ajo veshja e romagëve ndoshta që kishin vetëm një çarçaf. Mbase sjell në version lateks, po nuk e se jo. Duhet lodhemi shumë të kuptojmë ku është arti këtu. Georgina Rodriguez. Nuk e di pse nuk u pëlqyen nga njerëzit. Mua më pëlqen. Është vepra e artit, është dallon. Është Maria, e shenjtë. Është gjithë. Santa, është nuk e mua më pëlqen. Ndoshta nga që nuk është të ishte nuk është Santa Vergine. E vërtet dhe kjo, ose mbase mund të ishe kompletuar që kishe një detaj më të kuptueshëm, i kishte një tjetër personazh. E pash ishe veshur me të zeza. Por njerëzit e kanë komentuar si tepër normale. Mendoj dhe unë që duhej pak, ose mbase vello të ishe pak më e madhe, të ishe pak më madhështore, ose të kishe diçka. Madonna kishte zgjedhur po ashtu një vepër arti. Madonnas më ka pëlqyer shumë, do ta gjej atë veprën e artit. E kemi çuna jo, kaq kishim. Nuk e pas kemi Madonnën. Madonna ishte The Temptation. Është një pikturë, një vepër arti e realizuar po ashtu nga njerëz të tjerë. Në 1945-s. Nga njerëz të tjerë që i mbanin pozicionet e pikturës dhe Madonna ishte në qendër, ishte në mes. Dhe Heidi Klum më pëlqeu që se kemi, por ishte veshur si statuj e inspiruar nga La Verdad Velada e 1752 ishte statuja. Prandaj më pëlqen. Është art më vete, Edhe informohesh. Edhe pse njerëzit nuk e kanë të mundur të shohin të gjithë festën apo gjithë mbrëmjen që realizohet brenda atyre mureve, kanë pasur mundësi të ndjekin nëpërmjet kanaleve live nga Vogue të gjithë këtë pasarel yjesh edhe këtë pasarel e cila do të mbetet le të themi edhe si pjesë e arkivës së Met Gala, nëse e kanë kryer misionin e tyre në këtë tapet. Në fakt është një film që luan Anne Hathaway, Rihanna dhe dikush tjetër dhe flitet aty për Met Gala, për vjedhjen në një varse, nuk e di, nuk po më kujtoj titulli tani. E ke parë filmin? Edhe jep se çfarë ndodh brenda, domethënë festës, ka shumë siguri, domethënë janë të ruajtura këto veshjet në mënyrën më
ekstremet mundshme. Kështu që një farë hinti edhe na e kanë dhënë nëpërmjet atij filmi. Sandra Bullock është aty po ashtu, Rihanna, Anne Hathaway, është film fantastik. Unë e kam përjetuar këtë si eksperiencë në 2022-shin kur në Eurovision me Ronelën, një nga kapelet madhështore të Ronelës, një e bardhë nëse mban mend Ruaza, ne i blem copyrightin, ka qenë një mbretëreshe spanjolle dhe pas performancës tonë ishim të detyruar ta çonim në muze, sepse copyrighti ishte bler për një muaj, pra realizimi dhe ekspozimi në Eurovision. Sa kushtoi ajo? Nuk jam marrë me këtë gjë. Unë di që ajo që na realizoi kapelen e kishte kryer vetë të gjitha pagesat, gjërat, ne na erdhi nga ishte një dizajner shqiptare që jeton në Spanjë dhe sa mbaruam të gjithë gjën, ne e kthyem dhe ajo kapele është në muzeum momentalisht. Oh, sa qejf. Yes. Shumë qejf. Edhe i di gjithë këto procedurat, sa të kujdesshëm duhet të ishim, që me çfarë kompanie duhet ta dërgonim, po ishin totalisht në detaje. Publicitet kemi tani.